mëngjes, miq të dashur, mirë se erdhët në Villa 24. Një tjetër takim i yni drejt për së drejti në News 24 në Rishe me Katerinën pa diskutim në kuzhinë, që po merret me punë si gjithmonë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur, mirëmëngjes. Si e sot? Faleminderit mirë, edhe ti të shoh që je shumë mirë, shkëlqen. Më shaj që jam mirë, rëndësi ka të dukemi. Ajo ka rëndësi. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju urojmë një ditë të bukur si gjithmonë dhe ju ftojmë këtu te Kandijoni Gatimit për të përgatitur recetat për ju. Janë shumë të mira sot, na shikoni me vëmendje. Ja prak faktikisht është koha e tyre, është koha më e përshtatshme për të bërë ja prak me gjetherushi. Dhe unë do ta sjell, do t'i sjell në dy mënyra. Edhe me oriz, por edhe me miell misri. Këtë me miell misri ndoshta është pak si jo e dëgjuar shumë, jo e përhapur shumë, por dua mësoj dhe vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Por fillimisht do ta fillojmë me një kek portokalli, them unë, që do ta bëj edhe me gliko portokalli, që mund ta përgatisni vetë, por sigurisht që e gjeni në vende të ndryshme. Do të hedhe pak ara brenda, pra është mielli dhe unë do të përdor këtë e kam mirë? Jo, e kam së mbrapsi. Që nga ngjyra ai duket që është me aromën e portokallit edhe sigurisht është ai mielli fryrës, domethënë që fryhet vetë themi ne, por e ndihmojmë edhe me një lugë të çajit baking powder, për arsye sepse kur do të hedhim brenda pak copëza portokalli edhe do të shtojmë edhe pak ara, ka nevojë domethënë që të japim mundësinë për të rritur volumin më tepër. Pak a shumë thamë edhe për bërësi, sepse duhen një 3 kokra vezë, vaj që mund ta përzidhni vetë juve një mix vaj ulliri, vaj zakonshëm, mund përdorni gjalp bymor shtazor, këtë e përzidhni vetë. Edhe sheqer. Dhe një portokalli të cilën, unë faktikisht, si që është portokallia, prandaj po dhe e nisa, e kemi të larë dhe kështu si që është, por fillimisht do të edhe arat, që t'i kaloj këtu, në bjerës, po, që t'i gri pak, mos t'i jenë kaq të mëdhaja. Edhe fillojmë direkt edhe me recetën. Pra, portokallin do t'a kemi në të gjitha variantet. Që tek mielli farin up nga kompania Atlas, që këtu fillon aroma dhe shija e portokallit, është ky paketimi këtu, keni edhe shije të tjera dhe aromrat të tjera, kemi zgjedhur sot portokallin. Dhe e gjithë shija do të përforcohet, duke qenë se portokallin do ta përdorim edhe në lëng, edhe po e grim ashtu të freskët në një makinë ngrirëse, gjithashtu edhe në variantin e glikos së portokallit. Kështu që do të jetë e ndjeshme si në shije, ashtu edhe në aromë. Përbërësit e tjerë pastaj, shumë të thjeshtë, pra mjafton të kemi mielin. Edhe këtë e ndyrnën, lëngun këtu, unë kam përdorur gjysmë, do me thënë edhe atë pa një lukse. Edhe gjalp, edhe vaj. Do të na ndihmoj për ta tretur. Tu përdorim lëngje, do me thënë, hedhim këto pjesën e lëngjeve. Do të shtoj këtu dhe pak sheqer. Gjysmën e sheqerit, se gjysmën tjetër do ta... Po. Ti kaloj dhe një grirje. Grirje tjetër. Edhe e kemi gati këtë masën. E jemi në rregull tani. Talë për momentin atje do të marrim 3 kokra vezë. E sigurisht që vezët o vital do t'i përdorim për të përgatitur këtë kekun që vjen dhe si recetë e parë sot. Po ua përshpejtoj këtë recetë sepse është e thjeshtë për të përgatitur, rëndësi ka të keni përbërësit dhe e bëni shumë shpejt gati. Okej. Do e përdorim të gjithë filxhanin e sheqerit, domethënë? Po, gjithë filxhani ishte, se pak po dha aty edhe pjesën këtu, ta hedh pak këtu se dua të më bëfaj. Do hedhim edhe një lugë baking powder, zakonisht e hedh tek mielli, po nuk ka problem, do ta hedh këtu me qenë se do të bëj një rafje. Megjithatë mielli e ka brenda. Po, e ka brenda, por këtu do me thënë është ajo që thamë shtesa. Edhe një maj krip të lutë e manila, mund të ma edhe shtu direkt e vezët. Faleminderit. Të lutem.
kemi gati, nuk na duhet më kjo rafsja. Pra fare thjesht, një kek në shumë pak minuta, me arome shije portokalli, dhe vendosim në furrë pas pak, kështu që ndaj shpesh nisim nga recetat që duan në furrën, duan pjekje, e më pas të merrem në gatimet e tjera. Të ndezur furrën në 170 gradë. Gati është dhe furra. E hedhim dhe këto, pra hedhim lëngjet brenda. Po. I trazojmë. Mielli. Nëse keni blender, ato të mëdhaja, mund t'i hidhni të gjithë përbërësit brenda, i trazoni direkt aty dhe hidhni në tavë. Ta spërkatim pak, e kam me gjarë, por do ta spërkatim edhe pak me këtë mielin. Ashtu, edhe e shkundim, shëndet Anil, e shkundim pak këtu, dhe kemi gati forma. Tani, se kam hallin e atyre. Shpresoj të jeni duke në ndjekur këtë ritmin e katit sot. Do të më pëlqente që ta bënim këtë pjesën, do me thënë të përzierjes nga poshtë lartë, sepse që është e vërteta, ajroset më mirë, si thuash mielli, brumi, edhe në mban atë volumi më mirë. Hedhim dhe pak miell këtu tek pjesa e këtyre glikos. Më një lafuaj se janë a i thonë recetat. I kemi ndonjëherë për para dhe nuk i shojmë. Ti lexojmë pak recetat për sot? Po, Anil, veç se të them një detaj të vogël, sepse edhim këtë mielli me qëllim që këto mos të qëndrojnë në fund, por të përhapen brenda tek masa e brumit. Po, okej, shumë mirë. Mirë, le të shohim pak recetat, se ne vërtet përpiqemi ti realizojmë të gjitha brenda kohës, po na kalon aq shumë kohë sa që ndonjëherë recetat i shfaqim vonë, edhe unë e di që ju i doni që në fillim, sepse doni të shikonin përbërësit, që nëse i keni në shtëpi, pse jo të mos i shtoni pak shije dhe aromë shtëpisuaj sot me një kek me gliko portokalli, 300 gram miell për kek, 3/4 fixhan çaj sheqer, na duan 3 kokra vez, 1/2 fixhan çaj vaj ose gjall, ose të dyja së bashku, kati e ka përzier pak, pra gjys vaj, gjys gjall, një portokall, gjysmë filxhan çaj me gliko portokalli, një lugë çaj pluhur fryrës dhe 1/2 filxhan çaj me arra, të cilat i grim, i coptuam. Çfarë do të bëjmë sot tjetër? Jemi pikërisht në një recetë të sezonit, sepse gjethet e rrushit duhet thënë, na qëndrojnë shumë pak kohë në treg, ndaj duhet të shfrytëzohen së bashku me këto jeshillëqet e tjera të freskëta që pranvera i ka, për të përgatitur japrak tradicional me gjethe rrushi, na duhen gjethe rrushi, 2 fixhan çaj oriz, 2 qep mesatare të thata, 2 tufa qep të njoma, 2 tufa kopër, 2 tufa majdanoz, 10 gjethe nenexhik, gjysmë kokre limoni, 1 fixhan çaj vaj, kemi kripe dhe piper, 2 fixhan çaj ujë i ngrohtë. Japrak me gjethe rrushi dhe miell misri. Atëre, japrakët tham që sot do t'i sjellim në 2 variante, ku njëra prej tyre do t'jetë me miell misri. Na duhet gjethe rrushi, 2 fixhan çaj miell misri, 1 qep e thatë, 1 presh, pjesa e bardhë e tij, 2 tufa qep të njoma, 2 tufa kopër, 2 tufa majdanoz, 1 tufë nenexhik, 1 fixhan çaj vaj ulliri, krip, piper dhe ujë i ngrohtë. Sa të gjata ishin o Kati? Apo më duket mua? Megjithëse janë pothuajse të ngjashme, se nëse do ta shohim këtë teritorin këtu, ka pothuajse të njëjtat. Janë të njëjta, pra është mielli ai që bën diferencën. Diferencën dhe tek mielli i misrit kam shtuar edhe pak presh. Okej, më tepër i shkon. Tani të dashuran visa, siç e pat në fillim fare, më mbrapa neve jemi në momentin që kam shtuar këtu edhe glikon, do me thënë, të cilën tham e pudrosim, fillimisht me pak miell, me qëllim që mos të na qëndrojnë në fund. Kjo e ndihmon mos të qëndrojnë në fund. Edhe tani e kemi gati. Ajo që ngelet, i hedhim dhe këto arat. Nëse ju ndodhen, mund t'i shtoni. Nëse jo,
nuk ka problem, e bëni vetëm me shijen e portokallit. Por sigurisht që ara ka një kombinim të mirë me portokallin, sidomos edhe ara, por edhe copza çokolati dhe ato shkojnë shumë. Po, me portokallin. Dhe tani e kemi gati për ta hedhur në formë. Okej, e thamë edhe një herë që tavën e kekut, formën e kekut e kemi lyer fillimisht me gjalp, më pas një spërkatje të lehtë me miell për ta ndihmuar të dalë nga tava pasi të piqet, pa prishur formën e vetë. Edhe si që shikoni, dhe këtë lloj, do me thënë, e kam bërë pak më të fortë brumin, jo atë të lëngshmi, nga që kam pjesën e glikos brenda. Okej. E hapim. Edhe fura është e ndezur në 170 gradë dhe do të lëmë 20-25 minuta, do të kemi gati. Okej. 20-25 minuta për rreth 170 gradë, edhe duke mos e hapur furrën asnjëherë kur vendosim kekun, sepse na bie volumi që merr në pjekje. Gati. Zhurë me tham gati. Gati, tani është gati. Gati për të vendosur në furrë. Gati e qonë në furrë dhe ndërkohë ne bëhemi gati për të përgatitur të jabragët që janë kaq të shishëm, që në fakt duan një çik punë, marrin pak kohë në kuzhinë se do mblidhen njëe nga njëe, do të vendosen me rregull në tenxhere etj. Dhe ç'është e vërteta, Kati nuk është se është vakti kryesor apo jo. Pra jabragët janë kryesisht si mesore apo? Si mesore janë. Janë shumë të shishme pa diskutim. Ç'është e vërteta i shoqërojmë edhe me një kos që t'i bëjmë si të kaluash, do me thënë të kalojmë vakt të dreke, sepse duke vendosur një tas kos në mes dhe duke konsumuar me to, e plotsojmë. Mendoj se është mirë. Mirë. Atëherë me cilën nga variantet do të nisim? Atëherë fillimisht duhet të tregojmë, do me thënë, anvisave, i bëjmë kështu dhjeçe, i lajmë vendosim në ujë dhe dhjeçe të cilat i kalojmë, po të voglat, s'ka problem, sepse i vendosim në fund të tenxheres. Po. Dhjeçe. Po që të jenë në një drejtim që të kemi mundësi, që ti vendosim për t'i përvëluar, vendosim fillimisht në ujë me uthu, i lëm të qëndrojnë, pastaj pastrojmë atë ujin, i lëm edhe pak, dhe i vendosim në këtë mënyrë. Tani, me një kapse, i vendosim këtu të ujë i valuar, dhe unë e kam bajtur këtë ujë, sepse kam përvëluar dhe të tjera, dhe ky ujë do të më duhet, ky lëngu, që të shtojmë edhe tek pjesa e saj, sepse ka një aftësi që nxjerr. Ka dhe një ngjyrë. Dhe ngjyrë, po është... E ka lëshuar gjethet, po. është dhe aftësia. Tani ky e kam fikur në sobë, mos ka problem. Punën e bën. Sa të fillojnë të vishkan. Faktikisht unë i kaloj përsëri në ujë të ftohtë, me qëllim që të më ruajnë sa do pak atë ngjyrën e tyre, po s'ka problem. I kalojmë këtu. Edhe kemi gati këto për të filluar dhe për të përgatitur japrakët. Dhe për të përgatitur japrakët, tjetra do me thënë që është shumë e rëndësishme, të marrë një enë Anila, marrë të. Pa. E të bëjmë të kyta si madhë se i bënë më kollaj. Rregull, çfarë është e rëndësishme? Që do të thotë, do të fillojmë fillimisht me këtë pjesën e orizit. Hedhim orizin fillimisht. Në rëndësi ka që të kemi përbërësit dhe për oriz duhet të zgjedhim një oriz kokër rumbullakët, që është enkas për përgatitur japrak. Fillojmë japrakët me oriz. Hedhim bollshëm qep të njoma të krira, holl. Këto tani janë të stinës dhe janë shumë të njoma. Nuk janë si qepët e njoma të dimrit që janë të ashpra dhe nuk bëhen mirë. Do të shtojmë qep të thatë. Të gririmet përsëri. Këto të japrakve, do me thënë që i bëj për me oriz, nuk do t'i ka vërdis, nuk do t'i kalojnë tigan, dërsa këto do t'i zbut pak në tigan, këto me miell misr, sepse do shtoj edhe miellin e misrit tek pjesa në tigan. Do t'i tregojmë pak më mbrapa. Do lëmë në kam ca gjethse
nenegjik, djozëm, mëndërz, është e njëjta erëz. Dhe tu kemi majdanoz edhe pjesën e koprës. Kopra është një nga erëzat që i shkon mjaftë kësaj lloji recete. Do t'i shtojmë tani këtu edhe gjethe djozëm, që djozma është shumë e mirë. Do t'i hedh dhe pak djozëm të thatë. Do t'i shtojmë krip. Do t'i hedhim piper. Do t'i hedhim vaj ulliri. Një pjesë e hedhim këtu dhe një pjesë e hedhim tek tenxherja kur do t'i vendosim në radhë. Dhe për t'i vendosur në radhë nuk duhen më shumë se 2 reshta. Faktikisht është, domethënë, mënyra më e mirë që të vendosim deri në 2 reshta. Të gjejmë një tenxhere që të ketë fund të gjerë. Të gjerë të thellë, po theme. Pse kat nëse e mbushim, do shtypi njëra tjetrën? Po. Tani e kemi gati. E shikoni këtu që kemi më shumë erza edhe më pak oriz. Tjetra që s'kam hedhur është edhe limoni. Okej. Një thik lutem Manir. Faleminderit. Hedhim gjysmën e sasisë këtu brenda dhe gjysmën tjetër do ta hedhim në momentin që do ta vendosim në tenxhere. Ky është harxhi që neve kemi. Dhe atë lëngun do ta përdorim më mbrapa që të shtojmë në të heqim dhe këto, të marrim ato tenxhere tani më mirë. Tani puna më e madhe mbetet për t'i mbledhur, për t'i palosur. Po, ajo është momenti pak që do durim, merrni një karrige, uluni në tavolinë. Ashtu edhe. Edhe bëjni kështu avashme. Do ta mbaj këtë lëngun, do ta shprej tenxheren dhe do këto me. Aty do t'i vendosim japrakët. Këto do vendos japrakët. Interesante është, në fakt e mendosh, domethënë nisim t'i bëjmë, le t'i bëjmë në 2 mënyra. Se një pjesë të mirë të grirjes së qepove edhe erzave do ta bëni edhe për japrakët klasik me oriz dhe pjesën tjetër ndajini veç dhe pas pak të shohim se si mund t'i përgatisim edhe me miell nisri që më duket një mënyrë interesante dhe me pakës bresh. Pra, këto janë 2 përbërësit që do t'jenë ndryshe tek japrakët e dytë që do të sjellim sot. Atëre palosja e gjetheve. Sigurisht që zgjedhim gjethet më të mëdha për të mbushur, që ta kemi më të lehtë. Kati, Pardon. ta ishim të shëmë vajt, të shohim pak më mirë. Shiko, tani unë mendoj, nuk e di t'i vendosim direkt tenxhere apo t'i vendosim ta heqim edhe këtë. Me lejo të të ndihmojon. Mi jep mua ato edhe po. Se besoj, shiko, ka vajzat të reja që nuk kanë bërë ndonjëherë japrak, se thonjat me siguri din ta bëjnë palosje, ose dhe burrat gatuajnë. Po patjetër. Dhe ndoshta duan ta shikojnë pak edhe mënyrën se si paloset, se edhe kjo është një teknik më vete që gjethja të mos shpërbëhet, të mos hapet. Okej, mendoj se këtu jemi pak a Jemi në rregull? Tani jemi fiks në rregull. Shumë mirë, Anil. Nuk e luaj më. Në rregull. Faleminderit edhe faktikisht mirë e bëre sepse ja. Okej. Pra duan pak kohë. Kujdes, gjethet janë gjethe, janë delikate, plus që kanë kaluar një të zhytur në ujë të nxehtë, ndaj janë bërë akoma edhe më të buta. Jo më shumë se ç'duhet, vendosja në ujë të ngrohtë. Të gjithë japrakët gatimin e tyre do ta bëjnë më pas në tenxhere, bashkë me orizin edhe përbërësit e tjerë me të cilët është përgatitur ky harxhi këtu. Janë ca gjethe rushi që janë shumë, si thuash, mirë, janë ato që nuk kanë këto hapësirat kaq shumë. Po. Po megjithatë, kur janë këto anash,
Gjithmonë duke patur edhe diçka tjetër parasysh, që mbushja bëhet nga pjesa e ashpër. Po. Pjesa me shkëlqim e gjeteve lihet nga jashtë. Kjo është e vogël. Zgjedhim neve gjethet më të mëdhaja. Që nga dy këtu. Okej. Edhe një këtu. Ja i marrim edhe një, ta tregojmë tani mënyrën se si bëhet. Gati japrankët janë të cilës zonë, Shqipëria mesme i ka, apo të gjithë kanë mënyrën e tyre? Të gjithë kanë, edhe mirë bëre që më the Anila, sepse duke sikur do dukesha pak si... Por duhet të them që sot duhet të përshëndes zonja Delvinjote, dhe kjo është një recetë shumë tradicionale e zonës së Delvinës dhe mënyra se si e përgatis, të cilat ato në këtë kohë, sepse nga që në Delvinë ka shumë shtëpi private, dhe shtëpi private ka të gjitha hardi, dhe ato që nuk kanë, me thënë japin huazojnë, gjethe, dhe ndihmojnë njëra tjetrën për të bërë, do me thënë për të dhënë gjethet e rushit dhe për t'i përgatitur. Dhe ato e bëjnë edhe me këtë mielin e misrit që unë thash. Shumë mirë. Zona e Delvinës. Ju përshëndes të gjithave dhe sigurisht që unë aty jam nuse në Delvinë. Dhe vjera ime Ramet pas t'i bënte shumë këto, dhe me miell misri japrakët po, i bënte sepse i ndjeri vjeri imi i përdorte shumë. Janë të mira në fakt, të që kam përshtypjen duhet jenë dhe të shëndetshme. Këto shumë të shëndetshme, nuk donte këto, donte ato me miell misri, dhe detyruar vjera gjithmonë që bënte këto lloj japrak, përgatiste edhe ato me miell misri, për të plotësuar dëshirën e vjerit. Po jo që edhe ne nuk i konsumonim. Ja, ne do t'i shohim sot edhe do t'i konsumojmë, do t'i provojmë. Bëhen jashtëzakonisht të mira. Aty tek ato ajo ishte tek pjesa e miellit të misrit, ishte edhe kështu lakra brenda, pak labote, pak kështu, u jipte pak më tepër. Pra përveç erzave, qepëve, preshit, ishtonte edhe ndonjë lakërinja gjete, sepse ishin tani këto të stinës, edhe u jipnin shumë shije. Në kanë shumë të vogla disa, po do t'i zgjedhim. Edhe dy bashkë mund t'i bëjmë, në rrasë na qëllojnë gjethet e vogla. Kur janë të vogla shumë. Për të shtuar numrin e japrakëve, se këto japrakët edhe ikin ka i shpejt konsumohen, se janë kështu si karamele, femine. Sa të vendosen në tryez, fillon edhe zbrazet. Ena, apo pjata ku i kemi vendosur, kështu që bëjmë pak më shumë. Ka që tani edhe po dalin dhe pak më të vogla, nuk është problem. E rëndësishme është palosjen mirë, të puthiten këto anët, edhe ti mbajmë këtu me gishta, prandaj dhe i zbusim, ja. Dhe gjithmonë në tenxhere, më të voglat i vendosim në rreshtin e dytë, pra ti nisim nga më të mëdhat që kanë më shumë mundësi për të mbajtur rreshtin e dytë, që të mos na hape në tenxhere. Kanë pak punat e që the Anila, por janë shumë të mira, shumë të shishme, përdoren këto tani me vaj ulliri që i bën jashtëzakonisht mirë, edhe limoni përsëri u jep shumë shije. Të cilin si shtam do të shtojmë edhe në tenxhere. Pa tjetër, po edhe vetë këto japrakët Anila, gjethet, kanë atë aftësin. E vërtet. Kapim të anët. Në qënë se ne jemi në këtë minutën e fundit ku bëjmë shkëputje nga pjesa e parë, ti themi zonjave çfarë do bëjmë? Do t'i vendosim në tenxhere, a do t'i lëmë kështu, si mendon? Ne do t'i vendosim në tenxhere, dhe do t'i bëjmë të dy ato, me thënë, do t'i plotësojmë të gjitha, dhe në fund fare, do i presim ambisat këtu që të tregojmë, do me thënë, ujin që do edhim dhe vajin dhe që të vendosim një pjatë sipër. Ndërkohë do të kemi bërë gati gjethet që mos vonojmë kaq shumë për mbushjen e dy, do me thënë mbushjen e radhës që do të jetë me miell misrit, e do të vendosim në tigan, preshin qepën që të na zbuten pak dhe të jemi, do me thënë, po thuaj se gati në momentin që do t'hidhe dhe mielli misrit dhe erzat, që të kemi mundësin dhe kohën për t'u treguar edhe atë mënyrë se si bëhet. Okej, shumë mirë. Të gjitha këto ne do t'i kemi pas hapësirës publicitare. Ju mos u largoni nga News 24, Katerina, unë vazhdojmë të jemi në kuzhinë, ju presim këtu, do presim dhe kekun të piqet, kemi ende gjëra për të ndarë me ju.
Drejt për së drejti, vazhdojmë të jemi në Vila 24 si çdo mëngjes tjetër nga e hëna në të premte, nga ora 9 deri në orën 10 ne qëndrojmë në kuzhinën tonë me pafund ide recetash që si nuk të shterojnë Okati. Po, shikon, për ditën tjerë nuk mbaron kuzhina. Kuzhina Nila nuk mbaron. Nuk mbaron. Atëherë, të dashur anvisa neve, shikoni këtu, unë kam hedhur dhe pak ujë, edhe i hedhim edhe vajin. Hedhim vajin, ti hedhim dhe pak, të lutem Anila të limonin ande, që se kam dhe tjetër faleminderit. Po bëjmë ja pra, për ju që s'na keni parë nga fillimi. Tani këto duan temperaturë mesatare, tani unë do ta ul temperaturën, vendosim pjatën, edhe pastaj vendosim hedhim ujë, edhe ujë hedhim në masë. Okej. Këtu, edhe pse kemi oriz, nuk themi se do hedhim raportin 1:2, sepse e mbulem me kapak, ulim temperaturën sa merë pak valë, do me thënë, edhe e lem në një temperaturë mesatare, ndo 25-30 minuta nuk do më tepër, sepse aq shpejt, orizi sa do pilafi që do bëhet 18-20 minuta, kjo aq që të përthithin dhe ato lëngjet, sepse duam këtu temperaturë mesatare. E ulim, ashtu, dhe e lëm që të na bëhet gati. Ndërkohë, neve thamë, sot do të bëjmë dhe japrak të cila do t'i përgatisim me miell misri. Me miell misri, me presh, me qep, të thatë qep të njoma, por këtu fillojmë duke i zbutur pak. Nuk është se do bëjmë kavërdisje të rënë, thjesht i zbusim, nxjerrin aromat preshi edhe qepa, duke shtuar edhe kripën. Ajo që bëjmë e gjethet të rushit është një sojë, si në... Po. Vesh se këtu zvëndsojmë orizin me mielin e misrit. Dhe ndryshimi është këtu që shtojnë dhe pak presh. Dhe nëse keni, thash që mund të shtoni akoma edhe pak labotë, lëpjetë, jep shije shumë mielit të misrit. Këto pak, një dorë, kur thonë, jo më tepër, sepse ato që shkojnë më shumë janë erzat. I shtojmë dhe qepët e njoma. Shiko se si janë më shumë ka nga këto, lakërinja, qep të njoma, qep të thata, duen me shumic këto. Se këto japin shije, duen më pak miell, më pak oriz dhe më pak erza. Andaj thëmë pranvera, këto ka, këto gjërat mira ka pranvera. I ka në vërtet. Këtu tani shtojmë në energjik më tepër, i shkon më shumë këtu, se sa tek pjesa e japrakve me oriz. Tek misri hynë më tepër. E shtojmë edhe erzat. Shiko se sa erza që kemi. Këto janë që japin shumë shije. Marrë dhe një thik të presim dhe këtë. Do shtoj dhe pak në energjik të thatë. Jemi duke përgatitur kështu, mbushjen e japrakove të dyta. Një mënyrë tjetër, ku këtë herë shiko është i njomë në energjiku tani edhe pritet... Po, është në stinën e vetë. Është në stinën e vetë. Kemi bërë dhe një kek me portokall në pjesën e parë, i cili me që përshon nga fura ka filluar jo vetëm të piqet, por dhe ka rritur goxha volumin, një kek i fryrë me shije portokalli, me gliko portokalli, me frutin e freskët, një ëmbëlsirë e bërë shumë shpejt, sepse mjaftojnë të bëjmë ato pak përbërës bashkë, një rrahje të mirë në furrë për pak minuta dhe kemi gati. Tani sa të në zbuten pak këto, shtojmë edhe pak në energjik të thatë këtu. Nëse s'keni në energjik të freskët, shtoni në energjik të thatë. Por shtojani me pa tjetër se të pak të këtu të kjo dhe recet nuk bëhet pa në energjik. Me kuptaj. Në energjiku, mëndërza, dhjozma, është e njëjta erës, por në treva të ndryshme ka emërtime të ndryshme. E qartë. Edhe vaj ulliri është që i hanë, sigurisht që mund t'i bëjmë dhe me një vaj të zakonshëm, por vaj ullirit është enkas për këtë lloj recet. Ajo jep shumë shije dhe i bën të shishme. Tani është momenti që do shtojmë edhe miellin e misrit. Do një zbutje të lehtë. Sa miell misri do kjo recet? Tu tani tek... Kaj sa kemi bërë ne, do me thënë, se në ekran do të kemi pas pak përbërësit, ku do të keni të shënuara. Për ti... Këto receta tradicionale, Anila, nuk është se kanë... Janë me sy. Janë me sy.
Problemi është që mos ta mundi, themi neve, mielli, misri, gërshërët, ku I ka vendosur? Pra ato po shikoja, hapëm atë paketimin e farinapit shpar, kështu që ja I kemi këtu. Mos e kemi hedhë për të larë. Ja, po japë një të shplarë shpejt e shpejt. Dhe ti kemi gati, sepse duhet të hapim një paketim të ri të miellit të misrit të verdh në këtë rast. Duhet të ndihet, dua që të më ndihet pak, po, prandaj dhe dua që të përdor mielin e misrit të verdh. Faleminderit e dashur. Sa për t'i hapur. Hedhim edhe mielin e misrit. Shikoni sa I mirë është, I pastër në ngjyrë, I shkrifët, plot aromë dhe plot shije. Unë kam shumë shef recetat tona tradicionale, se shumë shpesh kanë mielin e misrit në përbërje, që nga më klasike, siç është buka me miell misri, pa diskutim që diferencën e bën cilësia e miellit që ne zgjedhim. Ndaj ne vazhdojmë të gatuajmë çdo ditë me mielin Ola nga kompania Atlas. Në të gjitha variantet e miellit të tij, na nderon si thot Kati dhe na realizon receta super të shijshme e të shëndetshme në të njëjtën kohë. Atëherë të dashur anvisa, e shikoni, themi neve sa mielli misrit të, me thënë, të zbutet dhe mos të ngelet të shu, si thua, si plur. Ja, ky është tani bërë gati. Këtu tani do të shtojmë dhe pak vaj, Anila, të lutem asilla të vaj. Po, I kemi këtu. Sa mielli të zbutet, të përthiset nga lëngjet e këtyre lakrinjave që neve përdorëm. E kemi gati, kjo është mbushja. Kjo është mbushja. Tani edhe këtu bëjmë të njëjtin veprim, lug, si pjesa e recetës së parë. Radhitja në tenxhere, edhe mënyra e të mbuluarit me kapak, edhe ujë është po njësoj. Edhe ujë, edhe vaj. Tu sedhim limon. Gjithë vazhdimi tjetër është njësoj. Këtu s'ka nevojë për limon, e qartë. Mirë, që kujtoj pak se si zgjidhim ne këto vaktet tona të shpejta, vaktet që nuk kemi mundësi të gatuajmë. Shpesh mbrëmja është probleme vete, sepse vërtet kemi gatuar gjithë ditën, kështu që kemi nevojë të konsumojmë diçka të shpejt edhe shumë të shijshme, që janë pikërisht në produktet e mishit që vinë nga Tona, një kompani që ka nisur pikërisht brenda familjes, një biznes familjar, shumë vite më parë dhe pak e nga pak, vit pas viti, në një kohë të caktuar ka arritur të jetë një ndër liderat për sa I përket tregut shqiptar në prodhimin e proshut, salam, pancet, kremvice, këto që kemi këtu janë dhe të mbushura me djath. I keni në variante të ndryshme edhe në lloje të ndryshme të mishit, se dikush ka dëshirë të konsumojë kremvicet e pulës, sigurisht që I gjen, zgjidhni produktet tona, shikojini aty në marketin tuaj më të afër sepse gjendet kudo në gjithë Shqipërinë, edhe provojini, shijojini, pak më parë Kati po më thoshte që ditët në vazhdim do bëjmë ca çfarë më the që do t'i mbushim me sa panine, të cilat do t'i mbush për piknik. Tipiket e piknikut, po atë doja të thojë. Në pranverë kemi nevojë të dalim nga shtëpia edhe të marrim ca bukë me vete, aq shumë shijojnë pranë natyrës, për ne, për fëmijët, edhe ditët në vazhdim do bëjmë disa të tilla, të cilat do t'i mbushim me ndonjë nga variantet e sallameve apo proshuteve apo salçiçeve të Tonës. E shkurtimisht do të doja t'ju kujtoja gjithashtu një tjetër produkt të rëndësishëm që është pjesë e dietës tonë ushqimore, është pjesë e regjimit tonë ushqimor, pothuajse të gjithë konsumojmë vezë gjatë ditës, dikush preferon në mëngjes, dikush tjetër në vazhdimësi, në një omlet, pothuajse çdo recet ka nga një kokër vezë brenda, veza O vitale është ajo që ne zgjedhim të konsumojmë, e t'ju propozojmë si një ndër vezët më të mira për t'i bërë edhe ju pjesë të familjes suaj, e di që I doni dhe I konsumoni, megjithatë ju rikujtojmë jo vetëm se cila është veza që duhet të përdorni, po dhe rëndësinë që veza ka në organizmin tonë, ajo na pasuron me vitamina dhe çfarë është më e rëndësishmja me proteinat, për të cilat ne kemi kaq shumë nevojë në të gjitha moshat,
fëmijët gjithashtu, kështu që kush e di, kush ka pak informacion le të themi mbi vitamina dhe proteinë në mënyrë të veçantë, që këto vitet e fundit po flitet kaq shumë qoftë edhe nga nutricionistët apo nga instruktorët e fitnessit, është e domosdoshme për formimin dhe mbajtjen fort të muskujve tanë. Ndaj një kohë kurvez në ditë, në mëngjes shpejt e shpejt do ta shihni sa mirë do ndjeni derisa të vijë orari i drekës dhe vezat të mbahen kati. Të mbanë dhe ka vlera ushqimore dhe themi tani iku ajo që thënë që ka kolesterol, po bën mirë për kolesterolin e mirë. Kështu që duhet përdorur. Nga një sa shpejt i mblodhe këto? Jo, më qa shpejt i mblodhe. Po, sa fola unë ti radhite e mbushë pjatën. A ta nxjerr këtë kekun apo do e lëm akoma? Shikoj, nëse ka marrë atë ngjyrën e duhur, Anila, sigurisht që... Po, këtë ta shohim një herë. Unë nuk dua ta hap se kemi thënë keku duhet hapet, megjithëse mua më duket i pjekur, po e lëm edhe pak fare dhe shikoj vetë më mirë. Dhe pak fare kur thua, mendoj që këto t'i vendosim në një, se kjo është tenxhere e madhe, në një tigan të vogël. Po, duhet llogarisësh edhe madhësinë e pjatës do duhet pastaj për... Kam pjatë tjetër. Okej, sa të zgjidhim ne tiganin edhe pjatën, unë po kujtoj që ende s'kemi rilexuar recetat. I kemi shfaqur në ekran vetëm një herë në pjesën e parë dhe në këtë pjesë të dytë ku pak nga pak po shkojmë edhe drejt përfundimit të përgatitjes së tyre, është e nevojshme t'i rishohim. Kemi sjell tek ju sot një kek me gliko portokalli. Përbërësit që kemi zgjedhur të përgatisim këtë kek janë 300 gram miell për kek, pra mielli Farin Up nga kompania Atlas. Kemi bërë një përzierje gjithashtu me 3/4 në filxhanit të një filxhan çaj pra me sheqer, 3 vezë o vital, 1/2 filxhan çaj vaj ose gjalp, 1 portokall, 1/2 filxhan çaj gliko portokalli, 1 lugë çaj baking powder dhe 1/2 filxhan çaj me arra. 2 variante të japrakëve kemi sjell sot, variantin tradicional të japrakëve me gjethe rushi dhe oriz, na duhen pra sigurisht gjethet e rushit, 2 filxhan çaj oriz, 2 qep mesatare të thata, 2 tufa qep të njoma, 2 tufa kopër, 2 tufa majdanoz, 10 gjethe nenexhik, gjysmë kokre limon, 1 filxhan çaj vaj, kripë piper, 2 filxhan çaj ujë i ngrohtë. Dhe japrakët që jemi duke mbledhur tani janë në një tjetër mënyrë gatimi me miell misri. Na duhen gjethe rushi, 2 filxhan çaj miell misri, 1 qep e thatë, 1 presh, pjesa e bardhë, 2 tufa qep të njoma, 2 tufa kopër, 2 tufa majdanoz, kemi 1 tufë nenexhik, 1 filxhan çaj vaj ulliri, kripë piper, ujë ngrohtë dhe 2 minuta kohë për t'u ndarë nga kuzhina. Dhe 2 minuta kohë, janë neve tani u dham atë iden ashtu si që duhet ambisave, se na janë dhe ngjitur këto. E po se janë japrakët e fundit. Këto lloj gjethe. Japrakët gjethet. Po, gjethet e fundit, këto e fundit. Këto gjethet të cilat janë kështu të hapura, me thënë, se thënë gjethe meshkuj, gjethe femër, më duke sigur janë këto gjë. Pse me gati ndave kështu me? Po jemi këto, kështu janë këto që janë kështu, do me thënë të pa, kanë se s'kanë një formë të çuditshme, që janë, ja, kjo për shembull. Kjo. Çka ajo? Nuk është shumë e mirë për japrak. Është shumë e hapur. Po, shumë e hapur. Okej, në këtë rast i bëjmë 2? I bashkojmë 2 bashkë? I bëjmë 2, nuk thash si është ashtu, por më duket se 3 kemi gjithsej. 3 kemi gjithsej. Se shiko që ndodh me gjethet. Filloni zgjedhje, mbaron me ato të mirat, pastaj i kthehesh këtyre të voglave. Dhe diçka tjetër, në fund të tiganit duhet me patjetër të vendosni gjethe, ose degza rushi, ato pjesët e majëve të rushit, ato janë shumë të mira. Se dhe lëshojnë aromë dhe shije dhe bëjnë shumë të mira. Tani, kekun Anila duhet të nxjerri. Nxjerrun, po, se ndërkohë 1 minutë kohë. 1 minutë, ja do bëjmë dhe këto të dyja, do të regojmë edhe se si bëhet. Edhe t'ju them anvisave që edhe kjo... Falësht marrë një pecet unë po, Anil, edhe merë 2 Anila se mos... Jo, se është ave vogël, e mbaj me një. Tjetra që duhet të tregojmë është që edhe këto e njëjta gjë, do me thënë, vendosja e pjatës edhe e ujit, që hedhim në mas, nuk ka nevojë për më tepër edhe këtu, vaj ulliri përsëri, dhe masa që ngelet mund ta lëni këtu në tigan duke shtuar pak ujë dhe mbuloni me kapak dhe ta zjeni dhe konsumohet kështu siç është.
pa losjen e gjetheve të rushit. Kati... Do t'i hedhim edhe pak vaj këtu, Anila. Ja, vajnë e kemi këtu. Keku ka përfunduar. Ta kthejmë dhe atë në një pjatë, besoj. Mendoj se është shumë i nxehtë për ta kthyer, megjithatë ja kështu. aromën e ka shumë të mirë, pamjen e ka të këndshme, Të njëjtën gjë bëjmë. ketë. Edhe këtu e mbulojmë me kapak, por neve tani më mirë le t'i lëmë pa kapak që të shikojmë, t'i shikojmë kështu siç janë. Okej, lëri zbuluar se ne nuk kemi më kohë, kështu që duam s'duam do ta mbyllim tani. Nuk do kemi. Është e nxehtë, është e nxehtë. Është e nxehtë. Po, është e nxehtë. Mirë, falem kështu siç është, po mendoj se Është ndetava për ta kapur me duar. Jo, ajo do shkëputet se me gjalpe me miell. do pak që të e lëm të qëndrojë, kulloj. Pak më vonë do ta gjeni fotografinë e kekut të bukur duke klikuar në Balkan Web. Kemi kohë të hiqnim 2 japrak. Jo, nuk kemi kohë, e kemi kaluar orën 10 me pak sekonda. Mirë, do t'i kemi në Ja, këtu do t'i kemi. Balkan Web, në YouTube, News 24 kanali zyrtar, ose këtu, Vila 24 kanali zyrtar i emisionit. Klikoni ku të doni, na rigjeni, do t'keni dhe pjatat e përfunduara, se japrakët duan dhe pak të gatuen, keku të qëndroj dhe pak që ta kthejmë dhe ta shojmë si është edhe i ndarë në copë. Zato lumshin duar. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit edhe ju të dashur anisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina Mirupafshi, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim, mos hezitoni të përgatisni se vërtet do të ngelen shumë të kënaqura. Sidomos këto me miell misri bëhen të mrekullueshme. Provojeni dhe do të më kujtoni. Mirupafshim, kalofshi bukur. Shkojmë në reklama.